Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfaqësuesi i koalicionit vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut i komentoi si kërkesë të vënuar thirrjen që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe. Për Sejdion, kjo është një drejtë ligjore që më parë nuk i është mundësuar studentëve. Kjo vërtet duhet të shumë më herët bëhet dhe tani ka ardhur koha që të bëhet dhe do bëhet vërtet. Dhe atë që e tha dhe kryeministri është një drejtë ligjore që ndoshta edhe nuk ju është mundësuar studentëve që të drejtohen në gjuhën shqipe. Ja tani me qeverinë vlen do të mundësohet që studentëve shqiptar sidomos dhe të tjerëve të interesuar të nënshtrohen provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën e tyre anëtare, pra në gjuhën shqipe, siç duhet edhe të ishte shumë më herët. Ndose premtoi zgjidhje, Blerim Sejdiu nuk dha një afat të caktuar se kur mundet që studentët t'i nënshtrohen në gjuhën shqipe provimit të jurisprudencës. Ne nuk kemi ndonjë afat për arsye se komisionet e parlamentit duhet sa më shpejt ju është dhënë instruksione që në mbledhjet e radhës të komisionit të kalojnë këtë pra, si një drejtë që duhet t'ju takojë studentëve, dhe kjo me rëndësi është se është prioritet i kësaj qeverisje dhe se kjo çështje tashmë le të themi se është e zgjidhur. Tani ngelet pjesa formale juridike, të hin fuqi dhe të zbatohet sa më shpejt. Jep dorëheqjen nga funksioni i sekretarit përgjithshëm të Aleancës për shqiptarët Blerand Ramadani. Sipas tij ky vendim nuk është një lëmë të mirë, por një ripozicionim. Demokracia është arti i respektimit të shumicës, e pranoj këtë realitet dhe zgjedh të liroj rrugën me dinjitet duke mbetur konsekuent në qëndrimet e mia. Nga sot e tuti energjinë time do ta kanalizoj aty ku vendi ka nevojë etike, tek shkenca dhe zhvillimi strategjik, deklaroi ish sekretari i përgjithshëm i Aleancës për shqiptarët Blerand Ramadani. Rajoni. Dosja ish kryebashkiakut të Tiranës do të gjykohet në gjykatën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjykata miratoi shqyrtimin e çështjes në ngarkim të Erion Veliajt, bashkëshortës së tij Ajola Xoza, si dhe 28 personave dhe shoqërive pjesë së njëjtës dosje. Vendimi mor nga gjyqtarja Etleva Deda. SPAK ka randitur ndaj Veliajt 13 akuza për korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje sendeve në burg. Xoza akuzohet dhe për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Biznesmenët akuzohen për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, fshehje të ardhurash dhe pastrim parash. Ish deputetja Klotilda Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mbledh grupin parlamentar dhe pralemron reformë në sistemin gjyqësor. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, kryeministri deklaroi se të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanimitet lidhur me problemin, por ndahen tek rrugëzidhja. Për këtë arsye, ai kërkon angazhimin e grupit parlamentar socialist për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Për Ramën, e vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, që në këto kushte mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës. Sipas tij, deri në adresimin ligjor të zgjidhjes, nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën për heqjen e imunitetit. Rama pretendon se funksionet e padelegueshme kushtetuese nga i antarit të qeverisë tek ai i presidentit të Republikës dhe jo vetëm nuk mund të pezullohen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zëdhënësi i zyrës së prokurisë speciale në Hag deklaron se akuza kërkoi 45 vite burg për secilin nga ish-krerët e UÇK-s. Pas interesimit të medjave, Christopher Bennett sqaron se ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit kërkohet 180 vjet burgim në total. Zyra kërkon dënim për të gjitha 10 akuza dhe vendosin një dënimi të vetëm prej 45 vitesh bazuar në kontributet individuale ndaj krimeve. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, reagoi ashpër ndaj kërkesës së kryeprokurores Kimberly West për dënime deri në 45 vjet burg për secilin nga çlirimtarët e UÇK-s në Hag. Ai e ka cilësuar këtë veprim si skandaloz. Serbia sot është e kënaqur me prokurorët që kanë punuar kundër Kosovës, deklaroi Gucati. Kreu organizatës së veteranëve të luftës tha se pret lirimin e Thaçit dhe të tjerëve duke i konsideruar heronj dhe simbol të luftës për liri. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.